Komentimi përsosur i Kuranit, gjuzi i 29. Sure El Qalem, ajetet nga 46 deri te ajeti 50. Em tas'alhum ajran fahum min maghramin muthqalun am indahumul ghaib fahum yaktubun fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makdhum لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. A mos po kërkon shpërblim prej tyre kështu që qenë kanë të rënduar nga borxhet, apo ata e din të padukshmen kështu që e shkruajnë? Prandaj duro për gjykimin e Zotit tënd dhe mos u bëj si njeriu i peshkut, Yunusi, paqja e Allahut qoftë mbi të, kur ju lut Zotit të vet i dëshpëruar në barkun e balenës. Sikur të mos i vinte mëshira prej Zotit tënd, ai do të hidhej në një shkret të tir i fajsuar, por Zoti i zgjodhi dhe e futi me pundrejtët. Komentimi. Mos nxito në kërkimin e ndëshkimit. Pas diskutimeve të bëra në ajetet e kaluara për idhujtarët dhe keqbërësit, këtu parashtrohen dy pyetje të tjera. Në ajetin 46 thuhet a mos po kërkon shpërblim prej tyre kështu që qenë kanë të rënduar nga borxhet. Pra nëse ata thonë se përgjigjja e lutjes tënde kërkon shpërblim të madh material dhe se ata nuk kanë mundësi ta paguajnë atë, kjo është gënjeshtër sepse ti nuk i ke kërkuar atyre shpërblim, po ashtu asnjë i dërguar i Allahut nuk ka kërkuar shpërblim për thirrjen e tij. Fjala maghramun rrjedh nga fjala gramet, që do të thotë dëmtim që i shkaktohet njeriut megjithëse ai nuk ka bërë ndonjë krim ose tradhti. Kurse fjala muthqal rrjedh nga fjala thiql dhe nënkupton rëndesën. Në tërësi ajeti heq një tjetër alibi të kundërshtarëve. Ajeti lart përmendur dhe ai që vijon janë përsëritur tekstualisht në surën e Tur, ajetet 40-41. Pas kësaj, në vazhdim të këtij dialogu, ajeti 47 shton apo ata e din të padukshmen kështu që e shkruajnë. Ky është një prej varianteve të largëta në të cilin ka gjasa që të mbështeten jo besimtarët, prandaj Kurani nuk e ka kursyer as atë. Kurani sqaron se ka nga ata që pretendojnë se me anë të magjistarëve apo të ngjashëm me ta kanë lidhje me botën e përtejme, në këtë mënyrë kanë liri veprimin ndaj fshehtësive të asaj bote dhe kanë kuptuar epërsinë e tyre ndaj myslimanëve apo së paku pozitën e barabartë me ta. Sigurisht ata nuk patën argument për një pretendim të tillë dhe gjithë fjalia është një retorik boshe, supozimi i disa komentuesve që me fshehtësinë nënkuptohet Lauhul Mahfuz, kurse me të shkruarit nënkuptohet caktimi dhe paracaktimi, duket shumë larg nga realiteti, sepse ata kurrë nuk thoshin që çështja e caktimit dhe paracaktimit dhe Lauhul Mahfuzi është në dorën e tyre, për më tepër nga që kokforcia dhe palogjikshmëria i idhujtarëve dhe armiqve të Islamit në disa momente ngacmon aq shumë zemrën e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, saqë ekziston mundësia që ajeti t'i mallkojë. Në ajetin vijues Allahu e ngushëllon profetin e vet, profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe e urdhëron për durim dhe qëndresë, prandaj duro për gjykimin e Zotit tënd. Qëndro në pritje derisa Zoti të bëj gati mjetet e fitores tënde e të shokëve të tu, si dhe humbjen e armiqve të tu. Kur mos nxito për ndëshkimin e tyre dhe ki parasysh se shtyrja e kohës së ndëshkimit të tyre është një lloj dënimi gradual. Gjykimi i Zotit tënd do të thotë caktimi përfundimtar i Zotit për fitoren e myslimanëve. Disa komentuese kanë interpretuar ndryshe. Ajeti përcjell mesazhin se në rrugën e komunikimit të urdhrave të Zotit duhet të tregohesh i durueshëm dhe i qëndrueshëm, sepse Zoti të ka urdhëruar të tregohesh i durueshëm. Interpretimi i parë është më i përshtatshëm. Më pas, Kurani thot, mos u bëj si njeriu i peshkut, Yunusi, paqja e Allahut qoftë mbi të, kur ju lut Zotit të vet i dëshpëruar në barkun e balenës. Me fjalën thirrjen, këtu synohet po ajo që përmendet në ajetin 87 të surës El Enbiya, kujtoje Dhunnunin, Yunusin, kur iku i zemruar e mendoi se ne nuk do ta dënojmë, andaj thriti nga errësira, s'ka zot tjetër përveç teje, qofshi lavdëruar, me të vërtet unë kam gabuar. Në këtë mënyrë ai e pranoi mos zbatimin e më primares dhe i kërkoi falje Allahut. Ekziston dhe mundësia se fjala thirrja në këtë ajet të jetë mallkimi që bëri për popullin e vet kur e kishte mbërthyer zemrimi dhe mlefi. Komentuesit kanë pëlqyer interpretimin e parë sepse fjala në d e thiri në këtë ajet është në sintoni me shprehjen që përmendet në ajetin 87 të surës El Enbiya, e cila ka të bëjë me kohën kur ishte i burgosur në barkun e peshkut. Fjala me këdhumun rrjedh nga fjala kadhmun, që do të thotë gryk. Shprehja kadhmu seqa është përdorur me kuptimin e mbylljes së grykës së shishës.
pas mbushjes së saj. Për këtë arsye njerëzve që zemrohen apo brengosen tepër, por tregohen të vetëpërmbajtur u thuhet kadhim. Po për këtë arsye kjo fjalë përdoret edhe në kuptimin e burgimit. Prandaj fjala me gdhumun në ajetin e lartë përmendur mund të ketë dy kuptime: mbushja me zemrim dhe breng dhe të qenit i burgosur në barkun e balenës, por siç e diskutuam dhe më sipër, kuptimi i parë është më i përshtatshëm. Në ajetin vijues thuhet sikur të mos I vinte mëshira prej Zotit tënd, ai do të hidhej në një shkret të tjerë I fajsuar. Ne jemi në dijeni se Yunusi, paqja e Allahut qoftë mbi të, doli nga barku I balenës në një shkret të tjerë të thatë, për të cilën Kurani përdor fjalën el-ara'u, por kjo ndodhte kur Allahu e kishte pranuar pendimin e tij dhe kur e përfshiu me mëshirën e tij, prandaj nuk meritonte tjetër qortim. Edhe në surën As-Saffat në ajetet 145-146 lexojmë: ne e hodhëm në një tokë pa bim, shkret të tjerë, ndërsa ai ishte I smur, dhe ne bëm që për të mbi një bim e cila t'i bëj hije të mbi kungulli. Ndoshta me fjalën begatin në ajetin në fjalë shënohet kryerja e pendimit dhe përfshirja me mëshirën e Allahut. Këtu parashtrohen dy pyetje. E para është ajo që thuhet në ajetet 143-144 të surës As-Saffat. Sikur ai të mos kishte qenë prej atyre që e përmendin shumë Zotin, do të mbetej në barkun e peshkut deri në ditën e ringjalljes. Kjo është në kundërshtim me atë që u tha në ajetin në fjalë. Në përgjigje të këtij supozimi mund të thuhet se Yunusin, paqja e Allahut qoftë mbi të, e prisnin dy ndëshkime të ndryshme, njëri më I ashpër dhe tjetri më I lehtë. Çështja e parë e cila thotë se deri në përfundim të botës të mbetet në barkun e balenës, u mënjanua fal lëvdatës dhe madhërimit të Allahut, edhe çështja e dytë e cila thotë se kur do dilte nga barku I balenës do të ishte I dëshpëruar dhe larg mëshirës së Allahut, u mënjanua fal mirësisë dhe mëshirës së Allahut. Lidhur me atë që përmendet në ajetin 142 të surës As-Saffat, atë e gëlltiti një balenë se ai kishte bërë diçka të gabuar, sqarohet në ajetin që po diskutojmë ku thuhet se ai nuk meritonte qortim dhe kritik. Përgjigjja e kësaj pyetje sqarohet me faktin se ky qortim ka të bëjë me periudhën kur sapo ishte futur në barkun e balenës, kurse pjesa tjetër, pra mënjanimi I qortimit, ka të bëjë me kohën kur ai u pendua dhe Allahu e pranoi pendimin e tij, prandaj dhe e shpëtoi nga kjo situatë. Prandaj në ajetin në vazhdim thuhet: por Zoti I tij e zgjodhi dhe e futi me kundrejtët. Pas kësaj misionin e udhëzimit të popullit të tij sërish ia dha atij. Ai u kthye te populli I vet dhe të gjithë u kthyen në besimtar. Për këtë Allahu I madhëruar I shpërbleu ata për një periudhë të gjatë me shumë të mira materiale. Shpjegimi I ngjarjes së Yunusit, paqja e Allahut qoftë mbi të dhe I popullit të tij, trajtimi I çështjeve të tjera në lidhje me heqjen dorë prej veprës së preferuar, rënja e tij në barkun e balenës, si dhe pyetje të ndryshme që shtrohen në lidhje me këtë, janë diskutuar gjerësisht në ajetet 139 deri te ajeti 148 të surës As-Saffat, si dhe në ajetet 87-88 të surës El-Anbiya.